edhe mrekullitë e Isait alayhis salam, nëse lexohen sipërfaqësisht ose shikohen sipërfaqësisht, gabimisht mund t'japin përshtypjen te dikush se ai është Zot. Pse? Për arsye se ai i ka shëruar të verbrit, ai i ka shëruar nga lebroza, ai i ka ringjall të vdekurit. Mirë po, a ka pretenduar Isa alayhis salam se këto mrekullitë cilat po i bën, i japin atij statusin edhe pozitën e një Zoti? Përkundrazi. Ai kur i ka manifestuar këto mrekulli, e ka shfaq varësinë që ka prej Allahut xhallahu ala. Edhe ka thënë: "Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr, fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah." Unë kam ardhur me argument, me shenjë, me provë, me dëshmi prej Zotit. Unë nga dheu e krijoj një zog, fa anfukhu fihi, edhe i fryj dhe me emrin e Zotit, me lejen e Zotit, me vullnetin e Zotit, bëhet zog. Domthonë nuk thotë që unë e kam kriju, që unë ja kam dhënë shpirtin, jo, është me lejen e Allahut te bareke ve teala. Wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah. Dhe unë i shëroj të verbrit edhe ata që janë nga lebroza dhe i ringjalli të vdekurit bi idhnillah, me lejen e Allahut xhallahu ala. Pra nuk ka thonë se unë po e bëj një gjë të tillë, nuk ka thonë se unë jam Zot, mirë po ka thonë se gjitha këto unë i bëj me lejen e Allahut te bareke ve teala, me emrin e Zotit, pra me vendimin e Zotit, me mbështetjen e tij, me ndihmën e tij, me vullnetin e tij, dhe jo se ai i bën